Pas ankesave të qytetarëve për presion të ulët dhe ndërprerje të herpashershme në furnizimin me ujë, Ndërmarrja Publike Komunale ka nisur ndërhyrje teknike në rrjetin e ujësjellësit me qëllim të stabilizimit dhe furnizimit të presionit të ujit. Për shkak të këtyre punimeve, ndërmarrja ka paralajmëruar se uji aktualisht nuk konsiderohet i sigurt për konsum dhe u bën thirrje qytetarëve të mos e përdorin për pije deri në konfirmimin zyrtar nga analizat laboratorike. Ndërmarrja Publike Komunale aktualisht po kryen aktivitete të domosdoshme teknike me qëllim të përmirësimit dhe rritjes së presionit të ujit në rrjetin e ujësjellësit. Si pasojë drejt për drejt e këtyre punimeve, uji nuk është i sigurt për pije. Për sigurinë tuaj, këshillojmë qytetarët që rreptësisht të përmbahen nga konsumimi i ujit deri në njoftimin vijues. Pas përfundimit të punimeve teknike, do të kryen analiza të plota laboratorike për të verifikuar statusin e ujit. Do të lëshohet njoftim vijues sapo rezultatet laboratorike të konfirmojnë se uji plotëson të gjitha standardet shëndetësore dhe të sigurisë për konsum. Qytetarët pritet të informohen sërish pas përfundimit të analizave laboratorike, të cilat do të përcaktojnë nëse uji i rrjetit të ujësjellësit i plotëson standardet për konsum. Deri atëherë, rekomandohet që uji të mos përdoret për pije, në interes të sigurisë dhe shëndetit publik.